Mes dy heshtjeve. Në qytetin ku askush nuk ndalet për askënd, ajo ishte ndalur. Elira e pëlqente mbrëmjen. Ishte I vetmi moment kur zhurma e ditës shuej dhe mendimet fillonin të flisnin me zëmë të larë. Nga balkoni I apartamentit të saj, shihte dritat e qytetit që pulsonin si zemra të vogla në errësirë. Atë natë, ajri kishte një freski të lehtë vere. Një erë e buti lëkun të flokët, ndërsa ajo mbështetej në kangjella me filxhanin e kafes që ende nxirrte avull. Ajo nuk e priste të vinte. Por ai erdhi. Arbeni nuk ishte njeri I surprizave. Ishte I qetë, I menduar, gjithmonë me një lloj distance që e bënte të dukej I paarritshëm. Por sytë e tij sytë flisnin më shumë se sa ai vetë. Kur zilja e derës ra, Elira e ndjeu në kraharor. Si një paralajmërim I ëmbël. Kur hapi derën, ai qëndronte aty me këmishën pak të rrudhur dhe me atë buzëqeshjen e lehtë që mezi dalloi. Nuk më ftove, tha ai me zë të qetë. E di, u përgjigj ajo, por nuk e mbylli derën. Hapësira mes tyre ishte e ngarkuar me diçka të pathënë. Jo tension I keq. Diçka më e butë. Si një sekret që të dy e dinin, por askush nuk e kishte guximin ta shqiptonte. Ai hyri brenda. Aroma e parfumit të tij u përzije me ajrin e ngrohtë të dhomës. Ajo e ndjeu praninë e tij edhe pa e parë. Pse erdhe? Pyeti ajo, ndërsa përpiqej të mbante zërin të qëndrueshëm. Sepse çdo herë që largohem nga ti, ndihem sikur po lë diçka pas. Fjalët e tij nuk ishin dramatike. Ishin të thjeshta, por të vërteta. Elira u kthye përballë tij. Distanca ishte vetëm disa hapa. Mjaftueshëm për ta ndjerë frymëmarrjen e njëri tjetrit. Ai ju afrua ngadalë, sikur çdo hap ishte një vendim. Gishtat e tij preknin lehtë belin e saj, pa e shtrënguar. Vetëm për të kuptuar nëse ajo do të tërhiqej. Nuk u tërhoq. Në sytë e saj kishte një përzierje sfide dhe dorëzimi. Ai e ngriti dorën dhe I preku faqen me kujdes, sikur lëkura e saj ishte diçka e brish. Ti më tremb, tha ai me zë të ulët. Pse? Pëshpëriti ajo. Sepse me ty nuk di si të ruaj kontrollin. Ajo buzëqeshi lehtë. Nuk ishte buzëqeshje triumfi. Ishte një pranim. Duart e saj gjetën kraharorin e tij. Ajo ndjeu rrahjet e zemrës, të shpejta, të sinqerta. Momenti u zgjat. Asnjëri nuk lëvizte, por gjithçka mes tyre lëvizte. Ai uli kokën ngadalë, aq sa buzët e tij u ndalën pranë veshit të saj. Fryma e tij e ngrohtë I përshkoi qafën, duke I sjellë një dridhje të lehtë. Elira, tha ai, si të ishte një lutje. Ajo mbylli sytë. Nuk ishte hera e parë që ishin afër. Por ishte hera e parë që nuk po fshiheshin pas arsyetimeve. Kur buzët e tyre u takuan, nuk ishte një puthje e nxituar. Ishte e kujdesshme. E ndërtuar mbi pritje. Mbi muaj të tërë shikimesh të fshehta dhe fjalësh të pathëna. Duart e tij rrëshitën përgjatë shpinës së saj, duke ndalur tek mesi. Ajo ju afrua më shumë, sikur donte të zhdukte çdo hapësirë mes tyre. Dritat e qytetit jashtë vazhdonin të ndriçonin, por brenda dhomës gjithçka ishte përqendruar tek ai moment. Ai e shtyu lehtë drejt murit, jo me forcë, por me vendosmëri. Trupi I tij pranë saj ishte një premtim I heshtur. Ajo ngriti duart dhe I përfshiu qafën, duke e tërhequr më pranë. Puthjet u bën më të thella, por ende të ngadalta.
Çdo lëvizje ishte një eksplorim, jo një nxitim. Nuk dua që kjo të jetë vetëm një moment, tha ajo mes frymëmarrjes së përzier. Nuk është, u përgjigj ai. Ai e mori dorën e saj dhe e vendosi mbi zemrën e vet e ndjen. Ajo pohoi me kokë. Sa herë je pranë meje, rreh kështu. Një heshtje e ëmbël i mbuloi. Jo ajo heshtja e pasigurt, por ajo që lind kur dy njerëz kuptojnë se po kalojnë një kufi që nuk ka kthim. Ai e ngriti në krah dhe e çoi drejt divanit. E vendosi me kujdes, sikur po mbronte diçka të shtrenjtë. Ai nuk po kërkonte ta pushtonte, po kërkonte ta përjetonte. Gishtat e tij ndaluan tek fytyra e saj, duke vizatuar vijat me butësi. Ajo e shikonte me sy gjysmë të mbyllur, duke ndjerë çdo prekje si një rrjedh të ngadalë nxehtësie. Mos u largo nesër, tha ajo pa pritur. Ai buzëqeshi lehtë. Nuk kam ndërmend. Ai u shtri pranë saj, duke e tërhequr në kraharor. Trupat e tyre u përshtatën natyrshëm, sikur gjithmonë kishin qenë kështu. Jashtë, një makinë kaloi me drita të forta, duke ndriçuar për një çast siluetat e tyre. Pastaj gjithçka u kthye në gjysmë hije. Elira vendosi kokën mbi supin e tij. Ndoshta na duhej gjithë kjo kohë për ta kuptuar, tha ajo. Jo, u përgjigj ai me zë të butë. Na duhej guximi. Dhe në atë mbrëmje, mes dy heshtjeve, asaj që kishin mbajtur për muaj dhe asaj që i mbështolli tani, ata zgjodhen të mos iknin më. Nuk ishte një histori e zjarrt që digjet dhe shuhet shpejt. Ishte ajo lloj historie që fillon ngadalë, por kur ndizet, ndriçon gjallë. Dhe për herë të parë, asnjëri nuk kishte frikë nga ajo dritë.